Dita e 22. John Knox, rreth viteve 1513-1572, kampioni I kirkut, nga Sinclair Ferguson. Në fillimin e shekullit 16, Skocia kishte një tipar të përbashkët me pjesën tjetër të Evropës. Një kish shumë të korruptuar dhe të dobët frymërisht, me një udhëheqje moralisht të kalbur. Nëse përmendim një shembull famkeq, kardinalin dhe kryepeshkopin David Beaton, I cili ishte babai I 14 fëmijëve të jashtëligjshëm. Kështu funksiononte beqaria priftërore në jetën e përditshme. Padia frymërore ishte në një nivel të tillë, saqë George Buchanani thoshte shpesh se disa nga priftërinjt mendonin se Dhjata e Re ishte një libër I posabotuar nga Martin Lutheri. Medalje në skenë të John Knoxit edhe në Skoci ja filloi me të madhe reformimi. Knoxi lindi në Haddington të Lothianit lindor, diku mes viteve 1513 dhe 1515. U arsimua në qytetin e lindjes dhe më pas në Universitetin e Shën Andreas. Knoxi u shugurua prift dhe u kthye në vendlindje për të punuar si noter dhe mësues. Aq sa dim për kthimin në besim të Calvinit, aq dim edhe për Knoxin. Zënja rob dhe lirimi. Pas martirizimit të udhëheqësit protestant George Wishart në kishën e Shën Andreas në vitin 1547, Knoxi zbriti në qytet me disa prej studentëve të tij të rinj dhe ju bashkua grupit të reformatorëve që jetonin në kështjellën e qytetit. Kur Knoxi u caktua të predikonte, ai refuzoi, por me plot gojë mund të thuhet që bashkësia e kështjellës e shtrëngoi që ta pranonte thirrjen e predikuesit dhe të bëhej pastori I tyre. Megjithatë, brenda pak muajsh, kështjella u rrethua nga trupat franceze, të cilat zbarkuan në gjirin e Shën Andreas. Knoxi dhe të tjerët u kapën rob dhe u detyruan që për një vit e gjysmë të vozisnin si sklever në anijet e luftës së marinës franceze. Ai shërbeu si pastori një bashkësie besimtarësh në Berwick, por shumë shpejt u zhvendos në Newcastle. Pastaj u bë kapelani mbretëror gjatë ditëve të ashtu quajturit mbreti Josia I Anglisë, Eduardi VI. Vdekja e Eduardit në vitin 1553 ishte një goditje e rëndë për partinë e reformatorëve në Angli, sepse pas tij erdhi në fron Maria Tudori, ose siç e përshkroi Knoxi në mënyrë metaforike, Jezebela I dhujtare. Për shkak të saj, John Knoxi kaptoi detin dhe u fsheh nëpër Evropë. Jeta në Evropë. Mes viteve 1553 dhe 1559, Knoxi jetoi por si një nomad. Ai kaloi ca kohë me Calvinin në Gjenevë, periudhë të cilën e quajti shkolla më e përsosur e Krishtit që nga ditët e apostujve. Më pas, pranoi ftesën për të bërë pastori I bashkësisë anglishtfolse në Frankfurt mbi Main. Knoxi u martua me një grua angleze të quajtur Marjorie Bowes dhe në vitin 1556 u kthye në Gjenevë, ku u shugurua si pastori një bashkësie që përfshinte rreth 200 refugjat anglez. Vitin pasues, mori një ftesë urgjente për t'u kthyer në Skoci, sepse në vitin 1558 do të mbaj dasma e Marisë së Re, mbretëreshës së Skocisë, me princin e Francës, një ngjarje e cila me shumë gjas do ta vuloste për gjithmonë fatin e Skocisë nën sundimin e katolicizmit. Zelli I Knoxit mund të dallohet në një letër që ai I shkroi po atë vit popullit të Skocisë, duke I nxitur që të mos bënin kompromis me Ungjillin. Ai u kujtoi atyre që një ditë ata do të jepnin llogari për veprimet e tyre përpara fronit të gjykimit të Perëndisë. Disa mund të justifikohen me këto fjalë: ne jemi qytetarë të thjeshtë. Nuk na takon neve që t'i ndreqim gabimet dhe krimet e sundimtarëve tanë, të peshkopëve dhe të klerit. Kërkuam reformim dhe dëshiruam fort atë, por u detyruam që t'u bindemi kërkesave të drejtuesve tanë. Unë them që këto janë justifikime të kota, nuk kanë për t'ju bërë as pak punë kur të dilni përpara Perëndisë. Kthimi në Skoci. Në vitin 1559, Knoxi u kthye më në fund në atë për të filluar fazën e tij më të rëndësishme të shërbesës publike, si kampioni I kirkut.
fjala kish në gjuhën skoceze. Pavarësisht nga koha e gjatë larg dheut, Knoxi gjatë kësaj periudhe u pajis me gjithë çka që i nevojitej për të udhëhequr reformimin skocez. Emri i tij ishte lidhur me heronjtë e së kaluarës së afërt. Vuajtjet e tij vërtetuan për kushtimin që kishte ndaj Zotit. Përvoja e tij e gjerë e kishte përgatitur për udhëheqje dhe bindja e fortë për thirrjen që kishte marrë nga Perëndia e bëri të aftë që të mos i trembej syri prej askujt. Kështu, për plot 13 vjet, derisa ndërroi jetë, Knoxi u përkushtua reformimit të Skocisë. Në verën e vitit 1572, ishte ligur shumë dhe në nëntor të atij viti u bëi qartë se nuk e kishte të gjatë. Mëngjesin e 24 nëntorit i kërkoi gruas së tij të dytë, Margaretës, t'i lexonte letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15 dhe rreth orës 5 bëri kërkesën e tij të fundit. Me lexo vendin ku odha spirancën për herë të parë, do me thënë ku lindi besimi im. Ajo i lexoi nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 17. Në mbrëmje, ai kishte ndërruar jetë. Për ndikimin e Knoxit dhe të reformimit skocez janë dhënë shumë shpjegime. Nuk ka dyshim që kishte edhe faktor të tjerë të lidhur me provaninë e Perëndisë, të cilët shkaktuan një ripërtëritje frymërore të këtyre përmasave. Mirëpo, bindja personale e Knoxit ishte kjo: Perëndia u dha me bollok frymën e tij të shenjtë njerëzve të thjeshtë. Këtu pra qëndron edhe mësimi më i madh i jetës së tij.